Duhet duhet pasur parasysh se Irani është një vend me një kulturë të lashtë, me një ta themi psikozhvillim të njerëzve të përparuar, natyrisht ka resurse të mëdha brenda vendit, kryesisht resurse energjetike, por nga ana tjetër ka qenë një nga vendet më të zhvilluar, pra Persia, në periudhën e antikitetit edhe të periudhës së mëvonshme, ka qenë një nga vendet më zhvilluar të gjithë atij rajoni. Natyrisht që ndikon edhe fakti që është një vend i madh. Gati 100 milion banor. Po, afërsisht 100 milion banor, kështu që nuk ishte një kafshat e lehtë për të kapërdir. Ndaj dhe në këtë aspekt Irani kërkonte të vendoste dominimin e vet në rajonin e Lindjes Mesme. Por Izraeli, duke pasur mbështetjen e botës perëndimore në përgjithësi, por Shtetet e Bashkuara në veçanti, si partner strategjik, natyrisht ishte një oponent i fortë i Iranit, madje si thuash edhe ai vend nëpërmjet shërbimeve sekrete veçanërisht, por edhe nëpërmjet komunikimeve të llojeve të ndryshme që alertonte botën perëndimore për ecurinë e programeve bërthamore të Iranit për krijimin e një armë bërthamore. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Izraelin përsëri në qershor të vitit kaluar, ndërmorën edhe sulmin goditës madhor kundër impiantit që prodhonte armë bërthamore në Iran. Por, ka një por këtu, përshtypja është që ata nuk kanë, natyrisht impiantin e kanë goditur, por ama nuk e kanë shkatruar, si thush, bazën logjistike të prodhimit të armës bërthamore nga ana e Iranit, sepse thuhet që Irani e kishte zhvendosur lëndën e parë, të gjithë ato proceset dhe enët ku mbahet uraniumi e gjitha më radhë, kishte zhvendosur në një bazë tjetër, kështu që impianti është goditur dhe është shkatruar, por ama nuk është shkatruar baza që krijon armën bërthamore. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani ka armë bërthamore? Irani nuk ka aktualisht armë bërthamore, por është shumë afër prodhimit të armës bërthamore. Shumë afër, çfarë do të thotë për ata që na ndjekin? Shumë afër, t'ja u bëjmë të qartë. Shumë afër që të prodhohet një armë bërthamore duhet që uraniumi të pasurohet mbi 80% e lartë. Po? Irani është në kuotat e 60% që e ka të pasuruar, çka do të thotë që për një periudhë shkurtër, nëse lihet Irani të eci në këtë rrugë, atëherë ai prodhon armën bërthamore. Dhe aq që sa të prodhoi pjesën e parë, pastaj në mënyrë zinxhir, sepse krijohet procesi teknologjik edhe vazhdon procesi i krijimit të armës bërthamore. Kështu që Irani, duke qenë një vend destabilizues për rajonin gjatë regjimit të ajatollave, ashtu, natyrisht me fakte të vërtetuara, veçanërisht për destabilizim në Liban, në Siri, në Yemen, në Arabi Saudite gjithashtu, Izraelin po se po, në Irak po se po, pra në të gjithë këtë rajon, kështu që fuqizimi me një armë bërthamore të Iranit e bën atë shumë të rrezikshme. Aq më tepër që Irani bashkëpunon edhe me vende të cilat janë kundërshtar qoftë të fshehur ose të hapur të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, një nga këto vende mund të jetë edhe Federata Ruse, që natyrisht ka programin e saj dhe ajo, po Irani që e ka furnizuar gjatë luftës në Ukrainë me municione, me dronet që dihen, dhe me armatime të tjera e kështu me radhë, kështu që Irani ishte gjithmonë më i rrezikshëm nëse do të kishte. Këto ishin katër kushtet. Kjo është e para që përmendon. E dyta, raketat balistike. Raketat balistike që prodhon Irani dhe kontingjentet që ka, natyrisht i ka dhe të përparuara, por jo në ta themi me teknologjitë më moderne, siç kanë vendet e tjera me ushtri zhvilluar, siç ka dhe Izraeli për shembull. Ato natyrisht kanë qenë të synuara në drejtim të Izraelit. Dhe çdo vendi tjetër që i binte ndesh politika vetveta, përfshirë këtu edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që dhe synimi tjetër për të reduktuar në maksimum raketat balistike të Iranit ka qenë që ato të mos bëheshin rrezik për sigurinë dhe paqen të Izraelit, të rajonit, por dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. E treta ka qenë që Irani të heqë dorë nga kontributi, ndihma e këtyre proksive të veta në vendet ndryshme rreth e përqar. Sepse këto gjithmonë shkaktonin problematika.
edhe kanë krijuar, dihet që Hezbollahu është pjesë e qeverisë Libanit. Ashtu, ndërkohë që Hezbollahu pjesërisht është konsideruar ja, na ndihmoj regjia edhe me një hartë që ta kemi me që jeni duke. Ju lutem regjia hartën, kemi 2 harta të lidhjes mesme të gjithë shteteve aty dhe të atyre pikave ku është ja, kjo është lidhja mesme. Dhe këtu mund ta tregoni më konkretisht zoti Gjoka. Po. Pra, Libia është qeveria libiane është e përbërë nga një faktor kryesor që është krahu ushtarak dhe që natyrisht ka në përbërjet vetë e Hezbollahut. Pra Hezbollahu ka krahun ushtarak, ka dhe krahun politik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë konsideruar Hezbollahun si një organizatë terroriste. Ndërkohë që Evropa, duke qenë se kemi të bëjmë me një stabilitetin e një vendi siç është Libani, konsideron krahun ushtarak si organizatë terroriste, por jo krahun politik. Jo krahun politik. Po. Ndërkohë që Izraeli ka goditur dje dhe pardje Libanin, edhe sot e ka vënë alert madh libanezët, sepse do të godisi baza të vazhdueshme ekzistenciale të Hezbollahut në Liban, duke krijuar problematika natyrisht në mbarvajtjen e jetës përditshme në Liban, por natyrisht edhe për qeverisjen e vendit. Kështu që qeveria e Libanit aktualisht kërkoi që Hezbollah menjëherë të ndërpres veprimet ushtarake kundër Izraelit, të tërhiqet, të mbylli bazat e kështu me radhë, sepse normalisht shikon një kolaps nga ana e tij. Dhe e katërta që ishte problemi i revoltave brenda Iranit, protestave të mëdha që ishin në një lloj kryengritje të cilat aty mendohet që të kenë vdekur, të deklaruar 32.000 veta të vrarë, por ndërkohë që pretendohet që numri duhet të jetë 2 fish, sepse ka ende të pagjetur, ka ende të humbur nga familjet iraniane që kanë qenë protestant. Një vend kaq të madh si, do të 32.000 janë zyrtarisht vrarë dhe 32.000 mendohet që nuk janë të gjetur. Si mund të fshihet një numër kaq i madh? Aty fshihet sepse sistemi është i tillë që natyrisht edhe vrasjet që bëheshin aty bëheshin si vrasje që dukeshin radhpar si vrasje midis njerëzve, midis vetë protestuesve, por kanë qenë të infiltruarit aty brenda dhe është nga regjimi dhe është një regjim satrap, është një regjim diktatorial që nuk shef gjë islamik.